Prej datës 30 nëntor, ka humbur, duke shkëputur kontaktet me familjen, Julian Qela, 11 vjeçari, i cili brenda javës do të shpallet dhe person i humbur zyrtarisht në faqen e Interpolit dhe policia shqiptare ja ka kaluar dosjen prokurorisë së krimeve të rënda. Kjo derë është hapur për herë të fundit në datë 27 nëntor nga Juliani për të mbyllur në mbarim të shkollës dhe prej asaj dite ai nuk është kthyer më. Frekuentonte grupin e pasdites në shkollën Jeronim Derada. Stafi i shkollës na konfirmon që ishte një djalë i shkathët, i mirë me mësime dhe shumë i shoqërueshëm me shokët e klasës së tij. Por prej asaj dite dhe kjo shkollë jeton me ankthin e kthimit të Julianit. Nëse do të kthehet apo jo, mbetet për të parë. Ndërsa brenda kësaj jave, Julian Qela, 11 vjeçari, do të shpallet zyrtarisht në faqen e Interpolit si një person i humbur, i cili nuk është kthyer më. Është larguar me dëshirë apo është rrëmbyer, kjo është ende pjesë e hetimeve.